Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Të nderuar të pranishëm, ashtu siç prezantoi edhe kryesuesi që njëkohësisht e falenderoj, ne do të flasim sot për kontributin e grave në Vakëfillanie. Kemi përfshirë përgjithësi një historik të grave në Vakëfillanie dhe duke ndalur më shumë, duke fokusuar në treva shqiptare, Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Fillimisht, kontributi i grave në trashëgiminë e vakëve mund të konsiderohet një aspekt shpesh i anashkaluar i historisë shoqërore islame. Ky puni përmes shembujve konkret synon të evidentoj rolin e tyre në krijimin dhe mbështetjen e institucioneve fetare, arsimore dhe sociale, duke theksuar ndikimin e qëndrueshëm që paten këto vakfe në shoqëri. Tradita e vakëfillanies nga gratë përbën një aspekt të rëndësishëm të historisë dhe kulturës islame. Në treva shqiptare dhe më gjerë, gratë kanë qenë aktive në dhurimin dhe administrimin e pasurive të tyre për qëllime bamirësie dhe shërbime publike. Ajo përveç rolit të nënës, të motrës, bashkëshortes, ka vazhduar të spikaz dhe me aktivitetet e saj sociale dhe kulturore, duke qenë aktive në punë të dobishme për shoqërinë. Nëpërmjet vakëfeve, gratë kanë shfaqur ndjeshmërinë ndaj bamirësisë, kanë nxjerrë në pa fuqinë e tyre ekonomike dhe sociale, që profesori nderuar në to që përmendit dhe burimet e ardhjes së kësaj pasurie, dhe kanë lënë një gjurmë të qartë në formësimin e arkitekturës. Me këto vepra ato jo vetëm që i kanë dhënë shpirt hapësirave të ndërtuara, por kanë reflektuar edhe hollësinë dhe thellësinë e shpirtit të gruas në shërbim të komunitetit shqiptar. Themelimi i vakëve nga gratë njëkohësisht pasqyron jo vetëm të drejtën e tyre ekonomike për të zotruar dhe menaxhuar pasurinë, por dhe aftësinë e tyre për të kontribuar në jetën shoqërore dhe fetare të shoqërisë. Kjo e drejtë e garantuar nga feja islame u mundsoi grave muslimane të dhurojnë pasuri për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e xhamive, medreseve, shkollave kuranore, spitaleve dhe institucione tjera bamirësie. Motivimi i tyre kryesor ishte padyshim besimi dhe bindja shpirtërore, duke ndjekur mësimet e Kuranit që inkurajojnë burrat dhe gratë të garojnë në devotshmëri dhe vepra të mira. Këto motive dëshmojnë rolin e pandërprer dhe të rëndësishëm të grave në zhvillimin e vakëfeve islame. Në shekullin e 16 në Stamboll, rreth 37% e themeluesve të vakëfeve ishin gra. Dhe një pjesë e madhe e shatërvanëve të qytetit u financua prej tyre, një dëshmi e qartë e ndikimit të tyre në qytetërimin islam dhe mbështetjen e iniciativave bamirësie. Kontributi i grave kryesisht përfshin 3 elemente kryesore. E para, ndërtimin dhe mbështetjen e xhamive, e dyta, themelimin e shërbimeve shëndetësore dhe financimin e vakëfeve për arsim. Sa i përket kontributit e grave në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e xhamive është dokumentuar në shumë qendra islame. Zumrut Hatun, bashkëshortja e kalifit 13 Abbasit, ndërtoi xhaminë e Hazait pranë shkollës Mustansirija me minare që konsiderohet më e vjetra në Bagdad. Një shembull tjetër është Fatma bin Mohamed, e njohur si Hadina, e cila adhuroi xhamisën e Kairuan, një koleksion të çmuar librash përfshin një Kur'an të artë me doshkrim kufi. Ndërkohë Fatma bin Mohamed një dhe si themeluesja e parë e universitetit në botë. Po ashtu Zeynep Hanum nga familja pashallarëve themeloi vakfin për xhaminë El Azhar në Egjipt, duke destinuar të ardhurat për veprimtari, bamirësie dhe mbështetje të dietarëve hanefi. Në mënyrë të ngjashme, vakfet e themeluar nga figura të rëndësishme si Bezmi Alem, Validi Sultan, Afife Nurban Sultan kontribuan në zhvillimin e shërbimeve shëndetësore duke ofruar trajtime falas për ata të cilët ishin të varfër. Gratë muslimane kanë luajtur gjithashtu një rol të veçantë në përparimin e arsimit përmes vakëfeve, duke investuar në kapitalin njerëzor dhe duke rritur aftësitë dhe potencialin e individëve të ndryshëm. Ndër shembujt më domethënës janë Shemsul Duha, mbesja e Salahuddin Eyyubit, e cila themeloi shkollën Mutassime në Bagdad për 4 mëdhëbet, si dhe princesha Fatma bin Ismail në Egjipt, e njohur për mbështetjen ndaj arsimit dhe themelimit të Universitetit të Egjiptit, sot që njihet Universiteti i Kairos, përmes tokave dhe fondeve që la vakf dhe bursa për studentë të talentuar. Duke bazuar në rëndësinë historike të grave në themelimin dhe administrimin e vakëfeve, në botën islame, ky studim po ashtu elaboron disa shembuj nga trojet shqiptare. Dim se fillimi i vakëfeve në këto troje daton që nga vendosja e Osmanëve në Ballkan, fundi i shekullit 14 dhe gjithsesi u zgjeruan në shekullin 15. Këto institucione nuk ishin thjesht objekte fetare, ato përfaqësuan shtyllë të zhvillimit urban, edukativ dhe social të shoqërisë. Gratë në këtë rajon nuk ishin thjesht pasqyrë e rolit social të përgjithshëm, por aktore aktive që kanalizonin pasurinë e tyre për të mbështetur edukimin,
kulturën dhe shërbimet sociale të vendeve ku jetonin. Nisëm nga kjo analiza e vakëflancit nga Kosova tregon se gratë luajtën një rol kyç në zhvillim fetar, social dhe ekonomik të shoqërisë. Ndërto kemi Shehzada Hanum nga kazaja në Vëbërdhës të Gjilanit, e cila në vitin 1835 la vakëf 4.000 grosh për xhaminë e qytetit Xhamia e Qashis, xhamia që është edhe sot, duke përcaktuar në detaje administrimin dhe shpërndarjen e të ardhurave për imamet, myezinët dhe kujdestarët e xhamisë, dhe u nderua si sahibja e veprave të mira dhe bamirësive, zonjë e devotshme e mirësisë. Kemi po ashtu Merieme Hanum, bien e Dervish Pashës nga Peja, në vitin 1838 la vakëf një han për të siguruar të ardhura për xhaminë e Lagjës Ali Çavush, duke garantuar administrimin e qëndrueshëm dhe shpërndarjen e të ardhura për personelin fetar. Po ashtu Abide Hanum nga Vushtrria kontriboi përmes vakëfimit të një dyqani për mbulimin e shpenzimeve të mesxhidit Karamanllë, ndërsa Pembe Hanumbia Recep Agës nga Prizreni në fillim të shekullit 20 vakfoi me vlerë të madhe financiare për riparimin e dyqaneve, xhamive dhe mbështetjen e familjeve muslimane të varfra, duke siguruar vazhdimsinë institucionale të vakëfit. Përveç Kosovës, gratë në Shqipëri luajtën një rol poshtë të rëndësishëm në themelimin e vakëfeve dhe në mbështetjen e institucioneve fetare arsimore. Në Shqipëri, rreth 24% e vakëfeve u themeluan nga gra, 1% domethënëse që tregon përfshirjen e tyre në jetën dhe veprimtarinë e bamirësisë dhe edukative. Shumica e këtyre vakëfeve ishin të orientuar drejt arsimit, formimit shpirtëror dhe përforcimit të jetës fetare në vend. Ndër shembujt më të spikatur është vakëfi lënë nga Fatma bin Shahu për teqen Karabash Efendi. Po ashtu vakfia Aisha bin Huseinit të vitit 1708 përbën një dëshmi të qartë të rolit aktiv që gratë ushtronin në administrimin e pasurisë dhe në përkrahjen e institucioneve fetare dhe rolin aktiv që gratë ushtronin në vend. Aisha bin Hussein vakfoi 10 mjashtë, të cilat duhet të vishin në qarkullim menor 15 sipas praktikave ekonomike të kohës. Një shembull tjetër kemi bashortën e Bekir Subashit, e cila la vakëf mbi 2000 akçe për xhaminë e Lagjës Ali Bey. Po ashtu, kur shohim burimet osmane rreth Shqipërisë, tregojnë se 24% e vakfeve janë themeluar nga gra si Alime Bia Abdullahut, Fatma Bia Sheut, Aisha Bia Huseinit, Aisha Bia Mehmet Pashës, Mahmuri Bia Mustafa Efendiut dhe të tjera, të cilat njëkohësisht orientuan kontributet e tyre kryesisht në arsim dhe edukim. Këto vakfie zbulojnë qartë statusin, rolin dhe kontributin real të grave të asaj kohe. Po ashtu studimet historike, sidomos ato arkivore, të traditën e grave vakëfdhënëse në hapësinë shqiptare nuk kufizohen vetëm me Kosovën e Shqipërinë, por është zhvilluar fuqishëm dhe në Maqedoni, ashtu siç përmendën dhe profesorat e mëhershëm të nderuarit, veçanërisht në Shkop, Tetov dhe Manastir. Si shembull i kësaj, Arife Hatun kontriboi në mirëmbajtjen e xhamisë së Sultan Muratit në Shkop, duke lënë vakëf një shtëpi dhe duke rregulluar me detaje administrimin e të ardhurave. Atije Hanum në lagjën Debakşahin ndërtoi një medrese dhe dhuroi një vakëf të qëndrueshëm për funksionimin e saj, duke përcaktuar qartë rolin e kujdestarit dhe të mynderisë të kësaj xhamie. Aisha Hanum themeloi një vakëf për xhaminë e Fajkpashës, duke përfshirë shtëpi, dyqane dhe toka, ndërsa Aisha Hatun Besa e Gazi Sabeut vakfizoi një varg pronash të mëdha përfshirë dyqane, shtëpi, tokë bujqësore, një mulli, duke siguruar kapital të qëndrueshëm për institucionet fetare të qytetit. Në këtë traditë dallohen dhe gratë e rangut të lartë shoqëror, si për shembull Belkis Hanum rindërtoi dhe la vakëf teken e Ladhët Sultanit, duke rikthyer në funksion si një dërgat të tarekatit Kadiri. Po ashtu Bejhan Sultan e identifikuar gjithçesi si vajza e Sultan Selimit parë, themeloi një mekteb dhe la vakëf parcela të shumta toke për të garantuar mbijetesën e tij. Hani Hatun vajza e Yahya Pashës ndërtoi xhaminë dhe banin Hatun Gjuklar, institucione që luajtën rol qendror në jetën fetare të Shkupit, edhe Hymasha Sultan me përardhje nga familja osmane dokumentohet si një tjetër kontribuese e rëndësishme në këtë rajon. Pra ne kemi fjalë për rajonin e Maqedonisë. Për fund themi se kontributi i grave në traditën e vakëfit në hapësirën shqiptare dhe më gjerë paraqet një realitet historik të dokumentuar, në të cilën ato themeluan dhe mbështetën institucione arsimore si shkolla, medrese, xhami, Darul Qura, si dhe siguruan financim për mësues, imam dhe shërbys, duke ofruar njëkohësisht ushqim dhe strehem për nxënësit dhe dietarët. Vakëfet e tyre përfaqësojnë jo vetëm dhurim pronash, por një vizion afatgjatë institucional dhe një formë të qëndrueshme të emancipimit shoqëror. Rihulumtimi i këtyre burimeve nuk është thjesht detyrë historiografike, por rikthimi i rolit të grave si aktore thelbësore në formësimin e jetës fetare, arsimore dhe sociale.
Kjo parashikimi dëshmon se sa herë që gratë gëzuan hapësirë juridike dhe ekonomike, ato u shndruan në themeluese institucionesh dhe mbështetësit të dijes. Prandaj roli i tyre duhet vendosur në qendër të historisë së Vakëfit dhe të zhvillimit shoqëror në Ballkan. Ju faleminderit për vëmendje.